podcast. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të podcast 2. Muaji tetor njihet si muaji i letërsisë. Është koha kur rikthehemi tek libri, te fjala e bukur, për tek frymëzimi që sillen autorët. Letërsia është pasqyrë e shpirtit njerëzor, një udhëtim me ëndra, shkujtimesh dhe ideve që na bëjnë më të ndjeshëm dhe më të mençur. Për të folur për rëndësinë e letërsisë, sot kemi të ftuar në podcastin ton zonjën Helena Halilaj, autore disa librave, përfaqësuese e Shqipërisë në shumë aktivitete ndërkombëtare, dhe pjesëmarrëse në aktivitete kulturore të shumta aktiviste në media dhe në situata të ndryshme sociale. Përshëndetje zonja Helena dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, shumë kënaqësi. A ka pasur ndonjë moment apo person kyç që ju ka shtyrë të filloni të shkruani? Shikoj, në atë parë do të them se është një ditë shumë e bukur kur fjala arrin shumë mirë të rinjt, tek fëmijët. Edhe ky është emocioni i parë që ne ndjejmë, edhe është me fat që ne punojmë me të rinj, po ju jeni akoma më të rinj, ju jeni fëmijë. Edhe është një augur i mirë edhe për Shqipërinë, për gjuhën, për letërsinë, që ka shumë të rinj, të cilët e duan fjalën, e duan komunikimin, edhe duan të jenë më afër nesh, edhe kjo tregon që ne do ta mbajmë këtë zinxhir letrar me njëri tjetrin. Ka pasur shumë momente, në fakt, në jetën time, por ajo çfarë është e rëndësishme është starti. Kam takuar dikur një profesor dhe më pyeti, Helena, cilat janë pyetjet që ti bën zakonisht me të rinjt, me njerëzit me cilët i bashkëpunon? I thash, unë bëj shumë pyetje për origjinën, bëj shumë pyetje tash për profesionin e tyre, për vështirësitë. Po një pyetje tjetër, dhe për momentin thash, po çfarë po mësot? Ai është i nderuari, një ndër figurat më të rëndësishme që ne kemi patur. Tashmë nuk jeton më, më kom zeqë dhe më tha, ti duhet t'i pyesësh të gjitha ata me të cilët bashkëpunon, cili është libri i parë që keni lexuar ose librat e fëmijërisë, i cili është libri i fundit që ke lënë në shtëpi pa mbaruar. Dhe kjo është ajo çfarë tregon për personalitetin e njeriu. Por në fakt për të ardhur tek letërsia dhe për të ardhur tek ju ka një rrugtim, ka shumë sfida. Por ajo çfarë është e rëndësishme dhe çfarë të mban, që ne themi është asht, duke qenë se unë jam dhe nga veriu, është fuqia e mendjes, fuqia e argumentit, e fjalës edhe diskutimit. Diskutimi është progresivitet, është rritje. Prandaj është e mirë që ne të jemi bashkë. Gjithmonë dy mendime, dy njerëz, dy bashkëpunëtor, është më mirë se sa një. Gjithmonë kur jemi dy bashkë, është më mirë se sa një. Zonja Halilaj, a ndihmon jeta personale me ndërtimin e personazheve dhe ngjarjeve? Ndihmon dhe dëmton njëkohësisht. Është fat që në rrethin tënd më të afërt mos ekzistojnë këto psikovampirët që quhen në psikologji, ata të cilët na e dëmtojnë në rrugtimin ton, na e dëmtojnë fuqinë e ëndrave. Njeriu është një minjer e madhe në qenien e tij dhe ti e kupton gjatë rrugtimit kur rritesh që zbulon shumë elemente të cilët ndoshta nuk i ke takuar tek të tjerët më parë. Dhe nuk është të thonë që ne të jemi gjithmonë vazhdimi i prindërve, ne nuk është të thonë që të jemi vazhdimi i vendit në cilën ne kemi jetuar. Asnjëherë nuk duhet dikush nga rrethanat në të cilat jemi, nga kushtet, nga familja, nga shoqëria, nga mendimet e të tjerëve të na vendosi tavanin. Tavani ynë nuk është askund përveç se qielli. Njeriu ka në dispozicion vitet si shumë figura të suksesshme për të bërë po kaq i suksesshëm dhe për të arritur dimensione shumë të mëdha, dhe kështu që askush nuk duhet na frenojë. Pavarësisht raporteve, pavarësisht vështirësive, pavarësisht gruas apo burrit që ne kemi zgjedhur në jetë, kështu që ëndra jon është e jona dhe nuk duhet asnjëherë një vazë e vogël për të rritur një ëndër të madhe, për të bërë një ëndër e madhe duhet gjithmonë një hapësirë shumë e madhe. Cili mendon se është më i rëndësishëm, talenti apo disiplina? Pyetje e bukur. Ka dy element dhe dy figura shumë njohura. Para është Picasso që thotë, e kam thënë në media këtë shumë herë. Puna duhet suksesi duhet gjej duke punuar. Ti e dëshiron suksesin, por ai kur të vit ti je prap duke punuar dhe duke menduar për një punë tjetër. Pastaj ka të tjerë që bazohen tek Einstein, i cili po prap ka një shprehje fantastike që thotë njeriu ka 50% punë, 49% vullnet për punë dhe 1% talent. Për 100%, por edhe nëse nuk e kemi këtë talentin, nëse e kemi vullnetin për punë, disiplinën për punë, këtë motivimin tek njerëzit e cilët janë afër nesh, jam e bindur që suksesi është absolut. Dhe nëse një njeri ka mbi 80%
sukses, besoj që ka përmbushur një pjesë të mirë të pritshmërive që ka. Si e shihni ju rolin e letërsisë në shoqërinë e sotme? Letërsia është një lloj plage, nganjëherë që duket sikur është një gjurmë e fortë, duket sikur nganjëherë sa herë ngacmojmë ajo dhëmbë. Por në fakt ne që të mos shërohet plotësisht ne duhet ta ngacmojmë gjithmonë. Dhe mendoj që ngacmimet më të mëdha dhe ato ngacmimet e ëmbla të kësaj plagë së madhe është kur zbuten me dashuri. Dhe dashuria vjen vetëm nëpërmjet fjalës, vjen vetëm nëpërmjet vajzave të mençura si ju, edhe shumë të tjerëve të cilët vazhdojnë akoma të duan librin. Duket pak klishe kur e thua libri është shokuri më i mirë, se tani themi jo për telefoni fundit, programet, libri digjitali kam aty. Por në fakt nëse ne e lëm diku telefonin edhe merremi vetëm me librin, libri ka një fushë magnetike të pakrahasueshme, as pak dëmtuese. Pra nëse bëjmë balancat e benefiteve në fund atëherë kur i peshojmë, pavarësisht se shumë joshës telefonit, sigurisht edhe për ne, edhe për gjithë, edhe për moshët e drejta, por libri prapë mbetet një vend, unë shumë herë them është një atë në të cilën ti gjen shumë çka dhe që nuk të lë kurrë dhe nuk të humbet kurrë. Vetëm mendja jote është me ty përgjithmonë. Cili është mesazhi juaj për ne sot? I pari ju përgëzoj, është shumë interesant që podcast të tilla të realizon edhe nga fëmijët. Mendoj që fëmijët janë më të mençur se të rriturit, edhe sepse edhe pyetjet e tyre janë shumë të thjeshta në dukje dhe me shumë përgjigje të mëdha, në të cilat ne kemi përgjigje me përgjegjësi. Kështu që brenda mesazhit unë do sugjeroja të bëjmë aktivitete gjithmonë letrare, të flasim për gjuhën, të flasim për letërsinë, për librin, për komunikimin. Dhe di shumë mirë se edhe librat e shenjtë fjala është e para, edhe ne nuk mund të kishim shkruar, ruajtur as historinë, as nuk kishim bërë dot shkencë, nuk do ta dinim nga vinim, kush ishim dhe çfarë jemi nëse s'kemi fjalën që ti ruajmë. Kështu që fjala e them shumë shpesh është nëna, i lind të gjitha dhe sigurisht të gjitha rriten, por sigurisht ne duhet kthehemi gjithmonë te baza, që është fjala, prej së cilës burojnë të gjitha të mirat e tjera pastaj. Kështu që unë ju uroj ju edhe shpresoj shumë që nesër të takohemi ndoshta edhe në media, edhe në konferenca, edhe mendoj që puna e mirë e nisur në mëngjes, edhe punët e mira të nisura herët, e kanë dritën shumë të lartë. Shumë faleminderit. Ishte vërtet frymëzuese që të dëgjoheni mendimet e përvojat e zonjës Helena Halilaj, në zëri rëndësishëm i letërsisë shqiptare. Rësia më kujton se fjala ka fuqi, e na bashkon, na ndihmon dhe na mëson të shohim botën me sy tjetër. Faleminderit për vëmendjen dhe shimin e podcastin e ardhshëm. Mos harroni të lexoni, të shkruani dhe të ndani fjalën e bukur me të tjerët.